Për jush për kohën që ka marrë për qenë në këtë takim dhe duhet të falenderoj veçanërisht edhe kompaninë që na dha mundësinë që ta bëjmë në këtë ambient për treguar fakt një element të faktit që brenda kësaj zone, siç dhe kemi ndërtesa që janë të vjetra, që janë të prishura, të rënuara, kemi nga ana tjetër nga puna e palodhur e disa kompanive e disa sipërmarrësve, kemi dhe facilitete si ky, të cilat ja kanë dalë të prodhojnë jo vetëm mënyrë ekselente produkte për tregun shqiptar, por edhe për tregun ndërkombëtar. Dhe jemi në një moment shumë të rëndësishëm të zhvillimit të Elbasanit. Elbasani me një seri investimesh të rëndësishme, lidhjen me Tiranën, lidhjen me rrugën e re që vjen nga Lekaj, nga Rogozhina deri në Elbasan, me bypass-in e Elbasanit që pritet të fillojë shpejt dhe me rrugën e re e cila shkon drejt Qaftanës, po dhe me faktin që jemi duke bërë tashmë projektin e Ekurudhës, i cili është në fazë projektimi, i cili do të lidhi portin e Durrësit me Qaftanën dhe nëpërmjet Maqedonisë së Veriut do të lidhim Shqipërinë me gjithë rrjetin evropian të linjës trenave, e vendos Elbasanin jo vetëm gjeografikisht në zemër të Shqipërisë, siç është, po e vendos dhe nga pikëvështrimi logjistik në qendër të Shqipërisë. Dhe kur ne shohim për mënyrën se si Elbasani do të zhvillohet, më përpara janë 3 polje kryesore, të cilat do të jenë 3 poljet zhvillimore ekonomike të Elbasanit. Në zemër është Kalaja, të cilën ne kemi filluar tashmë bashkë me Fondin Amerikan projektin e rivitalizimit Kalas në mënyrë që të synojmë të rreqim sa më shumë turizëm drejt Elbasanit, automotoparkun, cilin do ta prezantojmë sot më vonë gjithashtu, dhe rivitalizimi i metalurgjikut është poli i tretë, po ndoshta dhe më i rëndësishmi mes tyre nga pikëvështrimi i volumeve zhvillimore, duke krijuar 3 polje zhvillimore të rëndësishme për Elbasanin e 2030-s. 2-3 çështje të vogla për sa i përket mënyrës se si kemi ardhur deri këtu. Ne erdhëm para pak minutash ishim në takim me 20 arkitektë huaj dhe 10 arkitektë shqiptar, cilët janë duke zhvilluar sot dhe gjatë ditës nesërme një punëtori ku do kenë mundësi të diskutojnë për vizionin e zhvillimit të mundshëm kësaj zone. Pra kush janë idetë e zhvillimit të mundshëm të gjithë këtij territori. Ndaj dhe besoj se është me vlerë ta diskutojmë dhe bashkërisht pak si kemi ardhur deri këtu dhe kush është situata. Metalurgjiku ka një sipërfaqe për 320 hektarësh kur u krijua, 520 godina kishte në kohën e krijimit dhe brenda kishte 47 kilometra hekurudh të brendshme dhe 22 kilometra rrugë automobilistike dhe punonin 12.000 punonjës. Sot nga pikëvështrimi pozicionimi strategjik është 36 kilometra nga Tirana, 73 kilometra nga porti i Durrësit dhe 69 kilometra nga pika doganore e Qaftanës. Të gjitha këto rrugë kanë qenë të vështira, sot me planet e reja do të jenë të gjitha rrugë autostrada me lidhje shumë të shpejta, që do të thotë në terma praktik porti do të jetë jo më shumë se 40 minuta, Qaftana gjithashtu do të jetë në këtë element kohor nga ana e kohës së lëvizshmërisë, dhe Tirana është 20 minuta sepse ajo është tashmë e lidhur. Nga pikëvështrimi i pronësisë, sipërfaqja e 340 hektarëve origjinale sot ka 104.8 hektarë që janë pronësi private dhe 235 hektarë janë pronësi publike, dhe kjo është pak a shumë dhe harta e shpërndarjes së pronësisë, duke dhënë oportunitet për një master plan dhe një koncept zhvillimor nga pikëvështrimi i partneritetit të mundshëm midis publikut dhe privatit. Kemi 53 biznese të mëdha, të gjitha në mëdha që ndodhen këtu. 17 për tyre janë në fushën e tregtisë, 12 në fushën e prodhimit, 10 në fushën e shërbimeve, 8 në fushën e ndërtimit dhe 6 në fushën e fasonërisë. Këto kanë 4.902 punonjës, 700 tregti, 2.594 në prodhim, 211 në shërbime, 607 në ndërtim dhe 711 në fasonëri, dhe është një ndër punonësit më të mëdhenj në mos, po të ishte një strukturë do ishte punonësi më i madh padyshim në zonë. Shohim edhe 2-3 dhëna financiare që janë shumë interesante. Qarkullimi vjetor i kompanive që ndodhen këtu është 1 miliard euro. 5% e prodhimit brendshëm brut të vendit gjenerohet nga zona metalurgjikut. Po të ishte zona metalurgjikut një kompani, do të ishte kompania më e madhe në vend me një diferencë shumë të madhe nga kompania e dytë. Pagohen nga kompanitë këtu, pagohen 76 milionë euro taksa vjetore dhe vetëm fondi i pagave i kompanive këtu është mbi 45 milionë euro. Të cilat janë paga që i pagohen personave që sa më shpar që janë të punësuar. Që thot,
brenda kësaj strukture, një numër sipërmarrësis dhe ju jeni këtu sot ja kanë dalë me sukses që të krijojnë copza jashtëzakonisht suksesshme, që eksportojnë në mënyrë sistematike, që prodhojnë produkte të rëndësishme. Ndaj dhe në këtë moment ka ardhur, është pjekur momenti që të ketë një vëmendje të shtuar nga ana e qeverisë për të konceptuar një masterplan për zhvillimin dhe potencialisht për ta dyfishuar apo trefishuar volumin e biznesit që bëhet këtu në vitet në vijim. Kush është rruga përpara? Harrova të them shumë e rëndësishme, lidhja nga pikërishtimi logjistik. Me Jeshile kemi rrugën që vjen nga Tirana, me Dverdh poshtë në përbri Lumit, poshtë është rruga që vjen nga Lekaj, me Nyjen lidhës aty, bypassi, gjithashtu dhe në njëjtin aks kalon edhe Kurudha, për të kuptuar që tashmë vendoset në këndin e 3 akseve shumë të rëndësishme infrastrukturore, duke bërë shumë të madhe lëvizshmërinë e këtij dhe të lehtë logjistikën e zonës. Atëherë, hartimi i masterplanit do kalojë në 3 momente. E para ajo që kemi bërë tashmë i diskutim, siç thash, një plan i ndërhyrjes në infrastrukturë të brendshme publike, rrugë kryesore, kanale kolluese, kanalizime të urave industrial, zeza, ndriçim internet, përcaktimin e nevojave dhe mundësive për zgjerim të bizneseve ekzistuese, një shqetësim që shumë nga ju e kanë ngritur në mënyrë sistematike, nevojën për të zgjeruar, ajo duhet përcaktuar dhe rezervuar ajo hapësirë. Dhe e treta, identifikimi i tipologjive të bizneseve të reja, ICT, data center, teknologji të reja, logjistik dhe bashkëpunim potencialisht me Albanian Investment Corporation, me thënë si një partner i mundshëm për të menduar në mënyrën se si mund zhvillohen copza të tjera në një mekanizëm të ri funksioni bashkëpunues. Një model tjetër që ne duam të propozojmë dhe duam të ndërtojmë bashkë me Bashkinë dhe Ministrinë e Ekonomisë në muajin e vijim është krijimi i një BID-i. Ne kemi një ligj i cili lejon mundësinë atyre që quhen Business Improvement Districts, një mekanizëm që bashkë ne kemi eksperimentuar tashmë në Tiranën, në Pazarin e Ri, në nivel shumë herë më të vogël, në Korçë apo në Gjirokastër dhe në Shkodër, ku në një zonë caktuar bizneset bëhen bashkë me Bashkinë dhe qeverinë për ta qeverisur në mënyrë të përbashkët atë territor. Këtu kemi të bëjmë një situatë shumë herë më të madhe, por ama eksperjenca e suksesshme në mikro na jep besimin që mund të krijojmë një koncept të ngjashëm për të krijuar një mekanizëm bashkëqeverisës për mënyrën se si ndërveprojmë në mënyrë sistematike për ta menaxhuar gjithë zonën. Legjislacioni shqiptar për përmirësimin e zonave të biznesit, BID, ai synon që të krijojmë një ndërveprim për të përmirësuar eventualisht territorin, por dhe për të dhënë më shumë zë kompanive që janë tashmë këtu për mënyrën se si zhvillohet territori. Në thelb, 3 janë objektivat: hartimin e masterplanit, krijimin e BID-it metalurgjikut me një objektiv final që është ne duhet të synojmë që brenda 2030-s të dyfishojmë volumin e biznesit që bëhet në këtë territor, duke shtuar në këtë mënyrë punësimin dhe zhvillimin e vendit. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe mezi presit ta bëjmë këtë diskutim në vijim bashkërisht. Do të ftoja kryeministrin për fjalën e tij. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për kohën edhe për disponimin tuaj për të qenë në këtë takim ku siç e paraqitën parafolësit, qëllimi është të hymë në një fazë të re në transformimin e kombinatit apo më saktë territorit të kombinatit metalurgjik në një park kombëtar industrial i cili ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe për cilin ne duam të mbështetemi tek një aleancë me të gjithë bizneset që janë këtu të pranishme, jo vetëm për të stimuluar më tutje zgjerimin tuaj, për gjithë ata që kanë kërkesa dhe kanë plane zgjerimi, por edhe për të ndërtuar një koncept të ri në administrimin e jetës përditshme të gjithë territori, që është ai koncept që prezantoi ministri i shtetit për pushtetin vendor
i cili njëkohësisht është i fokusuar në mënyrë posaçme tek Elbasani. Ne kemi angazhuar një numër të konsiderueshëm arkitektësh, arkitektë të huaj, ndër më të mirët që gjenden sot, dhe arkitektë vendas, po ashtu ndër më të mirët, për të përcaktuar drejtimin e masterplanit. Këtu territori është i madh dhe ka vend për të imagjinuar shumë gjëra, dhe ideja themelore duhet të jetë që ky park duhet të jetë një destinacion për të gjithë. Dhe ky park duhet bëhet praktikisht së bashku me automotoparkun, pika që do të bashkojë Tiranën dhe Elbasanin, dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Pra jo vetëm Tiranë-Durrës, por dhe Tiranë-Dibër dhe Tiranë-Elbasan, duke pas parasysh transformimet e infrastrukturës dhe shkurtimin e distancave, janë faktikisht tre gjymtyr të kryeqytetit, faktikisht. Dhe që të vish të punosh këtu është një distancë po aq ose edhe më e shkurtër se sa që mund të jetë distanca dhe koha që të merr të shkosh të punosh nga një anë e Tiranës në anën tjetër nganjëherë. Kështu që duhet parë edhe me këtë sy, edhe duhet kuptuar që këtu ka potencial për të hapur kryeqytetin dhe për t'i dhënë një energji dhe një frymëmarrje të re e përsëris me të dy këto pika që janë shumë afër njëra tjetrës, parku i kombinatit dhe automotoparku, i cili cirkuitin e Formulës 1 do ta ketë si qershim mbitor, por nuk do të jetë, nuk është një investim thjesht dhe vetëm për Formulën 1 që është 3 ditë në vit, por do të jetë një destinacion i përditshëm, jo vetëm për shumë lloje garash, por mbi të gjitha për sigurinë rrugore. Do të jetë një qendër europiane për rritjen e sigurisë rrugore. Sipas modeleve më të mira që ka sot Europa dhe fal edhe partneritetit ndërtuar me qendrën e sigurisë rrugore në Austri. Tjetra që duhet them është që ne kemi shumë të nevojshme që nga ana juaj të na bëhet me dije, prandaj na duhet të krijojmë këtë tryezë përbashkët dhe orientimi im për të dy ministrat është që ta mundsojnë një gjë të tillë që ne të na bëhet me dije nga ana juaj çdo plan që keni, sepse ju jeni këtu. Edhe patjetër që ne duam të vinë dhe të tjerë, por ne duam që kjo rrugë të nisi nga ju, nga planet tuaja. Çfarë planesh keni për zgjerimin, çfarë investimesh keni në plan të bëni për mëtutje, cilët për jush kanë një plan të zgjerohen, cilët s'kan plan të zgjerohen, por kanë kërkesa tjera, në mënyrë që ne me këto të dhëna, apo më saktë këto të dhëna t'i përfshim në bazën e përgjithshme të dhënave për të lëshuar pastaj në realizimin e këtij, në konceptimin dhe realizimin e këtij masterplani. Dhe e fundit që kam është që Korporata Shqiptare e Investimeve, AIC-ja, do të jetë pjesë e këtij projekti, sepse patjetër që përgjithsa u prezantua këtu në mënyrë shumë përgjithshme, do të jetë shumë e rëndësishme që edhe pala shtet përmes instrumentave të vet të jetë e pranishme dhe të planifikoj
edhe pjesën e vetë të investimeve që do të bëj. Këtu duhet të ketë vend dhe duhet të ketë arsye për të gjitha kategoritë dhe për të gjitha moshat që të vinë në këtë territor. Jo vetëm fabrika, jo vetëm zyra, jo vetëm biznes, por edhe kulturë, edhe sport, edhe arktim për fëmijët, janë të gjitha mundësitë që kjo të bëhet. Ju falenderoj shumë edhe një herë dhe shpresoj shumë në këtë bashkëpunim. Shumë faleminderit.